ndoshta edhe këtu me mbyll këtë debatin për presidentën e 6 Republikës Kosovës. Mos me kriju zhurmë, se ndoshta është në strategjinë e juaj. Jo, në asnjë moment vetëm, fakt zhurmagjit dihet kush janë. Po çfarë është më rëndësishme me theksu këtu? Unë po ndëlidhem me atë që tha zoti Gashi. E para është faktike që vetëvendosja ka ofruar presidentës Osmani në nënshkrimat. Po jo mbështetje. E dyta, në momentin as PDK-ja, as LDK-ja, deri në atë moment që ka qenë data 5, një datë para fatit kushtetues për me përmbyll ky proces, ne nuk e kemi pas një zotim dhe në shkrimat as të LDK-s, as PDK-s për ta votuar presidentën Osmani. E dyta, është faktike që vetëvendosja i ka ofruar presidentës Osmani pozicione tjera qeveritare. Edhe kjo është... Kjo të komentohet, jo. Kjo të rekon, nuk mundemi me vendos në presidentën Osmani në një garë, por nuk kemi të sigur që e kemi garancën për vota. Presidentës Osmani ja komuniku në mënyrë shumë sinqert dhe direkte çka ne kemi. E dyta, unë mendoj që çka është shumë e rëndësishme tash është po ashtu me pa edhe lëvizjet e palës tjetër. Shiko, ne për një kohë kemi qenë bigjozgji, një kohë tjetër kemi qenë një rrezikshëm. Është shumë e rëndësishme me i pa edhe palët e tjera se si sillen në raport me neve. Po çka është më e rëndësishme në këtë mes? Çka është e rëndësishme në këtë mes? Ne kemi linjë me zonë Osmani sa njëre. Është korreksia dhe çësia që ne kemi pas ka shi presidentës Osmani. Tani jemi para një hapi tjetër, cilat janë zgjedhjet, cilat do ta bim para qeverinë Kurti 4. Kjo është e ditun. Ne nuk jemi më në garë për numrin ne. Ne jemi në garë për t'i pa ku po dalin PDK-ja dhe LDK-ja, cilat po dihen që janë tandem të blokadës. Kjo është shumë e qartë, por kush don që do me kuptu sot në politikën e Kosovës, e din sakt ku qëndrojnë partitë opozitare. Në asnjë moment të vetëm, ma gjeni vetëm një moment ku PDK dhe LDK kanë ofruar një formë të zgjedhjes, një rekomandim, kanë tentuar mi ik zgjedhjeve, kanë ofruar zgjedhje. Po e marrë zëvën të e luj rolin e zëvënësit PDK-s, LDK-s edhe tonë, unë e po du me lujt. Unë e pe luj rolin. Në fakt, ne opozitës, Tant kanë thonë po. Shiko, pa ajo është bisede kryme sepse zoti Jashari ka dalë publikisht. Ja ke nuk oferta. Liza, ke nuk oferta. Liza, klutëm. Jashari nuk do t'i pikohet. Mandej, dhe do se ka marrë një hap tjetër, ku e ka propozu ministrin Andin Hoti, i cili ka qenë një figurë pashtu, që ka qenë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë shumë, kemi lëviz nga partia, kur flasim për garen mes zotit Konjufsa, edhe presidentës 6 Republikës Kosovës Zotin Osmani, është shumë e rëndësishme me faktin që nëse ne kemi pas me pak tjetër me po Zotin Konjufsa, Zotin Konjufsa nuk ishte tërheq pigarës. Ne kemi qenë të hapur, madje shkojmë edhe një hap tutje, ku njëri dytë ma i votu në Republikën e Kosovës. Madje ma i votuar se presidentja 6 Republikës Zonja Osmani, del kandidat për president, por nuk e vdek shumë opozita, ne tentuam, shkojmë në versionin e fundit, në rregull, nuk po dëni kandidat partijak, për me dash një marrëveshje politike, vetëvendosja, në fakt ja ka ofruar partisë opozitare me 15 nënshkrime, ofertën për marrëveshje politike. Imagjino sa larg ka shku